تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Lavdrimi plot I takon Allahut, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut një, të cilit I takon në gjithë madhështia, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Fjalët më të mira janë fjala Allahut dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë shpikjet në fe, çdo shpikje është bidat, çdo bidat është dalalet dhe çdo dalalet çon në zjarr. Më pas, robërt Allahut, njerëzit në këtë botë kalimtare përgatiten për provime në mënyra të ndryshme. Përgatiten për provime në mënyra të ndryshme me dëshirën për të qenë ndër të suksesshmit. Me dëshirën për të qenë ndër të suksesshmit, për fituar një pozitë, një diplomë apo ndonjë arritje tjetër nga të mirat e kësaj bote të shuar dhe të përhumbur. Por gafleti më I madh dhe harresa e vërtet dhe më e rëndë është të harrosh të përgatitesh për përgatitjen e ditës së kthimit, për provimin e vërtet për cilin je krijuar. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai e ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. Dhe I lumtur I vërtet është ai që bën vetë llogari, përgatitet për ahiretin e tij duke punuar vepra që I pëlqen Allahu I lartësuar dhe duke u larguar nga ato gjëra që shkaktojnë zemrimin dhe ndëshkimin e tij. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O besimtar, ruajoni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Kijeni frikë Allahun, sepse ai di çdo gjë që ju bëni. Ajo është dita kur krijesat do të kthehen te Zoti I tyre dhe do të japin llogari për veprat e tyre. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dhe ruajuni një ditë kur do të ktheheni tek Allahu. Pastaj çdo njeri do të marrë shpërblim të plot për atë që ka vepruar dhe nuk do të bëhet pa drejtësi. Është një ditë kur njerëzit do të ndahen në të lumtur dhe të mirë. Dhalika yawmun majmu'un lahu an-nasu wa dhalika yawmun mashhud. Ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit, ajo është dita e dëshmuar. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Nuk e shtym, ose ne e shtym atë ditë vetëm që të plotësohet afati I caktuar. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idhnih, faminhum shaqiyyun wa sa'id. Kur të vijë ajo ditë, njeriu mund të flasë vetëm me lejen e tij. Disa prej tyre do të jenë të mirë e disa fatlum. Fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq. Ata që do të jenë të mirë do të hyjnë në zjarr ku do t'i presin veç ofshamat dhe vajtimet. Khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Aty do të mbeten për herë derisa të jenë qiejt dhe toka, veç si të doj Zoti yt. Me të vërtet Zoti yt kryen atë që do. Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majdhudh. Kurse fatlumët do të hyjnë në xhenet ku do të qëndrojnë për herë
derisa të jetë qiejt dhe toka, vetë si të dojë Zoti yt. Kjo është dhuratë e pandërprerë. Robërt Allahut, dita e kthimit është një ditë kur çdo rob do të pyetet për atë që ka para përgatitur dhe për atë që ka vepruar. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Ashtu është vërtet, pasha Zotin tënd, ne do t'i pyesim ata të gjithë. Amma kanu ya'malun, për gjithë shka që kanë bërë. Nga Ibn Mesudi radiallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la tazulu qadama ibni Adam yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa madha amila fima alim. Nuk do të lëvizin këmbët e birit të Ademit në ditën e Kiametit përpara Zotit të tij, pra nuk do të lëvizin nga vendi i llogarisë për të shkuar në xhenet ose në zjarr, derisa të pyetet për 5 gjëra. Për jetën e tij, ku e ka harxuar, për rininë e tij, ku e ka kaluar, për pasurinë e tij, nga e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar, dhe për atë se çfarë ka bërë me atë që e ka ditur. Dhe për atë se çfarë ka bërë me atë që ka ditur. E ka transmetuar Tirmidhiu dhe Sheikh Al-Albani ka thënë sahih. Prandaj përgatit për pyetjet, përgjigje, dhe përgatitur për përgjigjet të jenë të sakta. Kurse përgjigja është ajo që vepron sot në këtë botë si përgatitje për provimin e botës tjetër. Kjo botë është vend sprove dhe provimi, ndërsa ahireti është vendi i përhershëm i qëndrimit. Adi ibn Hatim radiallahu anhu ka transmetuar se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Secilit për jush pa përjashtim do t'i flas Zoti i tij. Secilit për jush pa përjashtim do t'i flas Zoti i tij, pa pasur mes tij dhe atij asnjë përkthyes. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. Ai do të shikojë në të djathtën e tij dhe nuk do të shohë gjë tjetër veç atë që ka vepruar. Do të shikojë në të majtën e tij dhe nuk do të shohë gjë tjetër veç atë që ka vepruar. Do të shikojë përpara vetës dhe do ta shoh zjarrin përballë fytyrës së tij. Prandaj ka thënë fattaqun nara walau bi shiqqi tamra. Prandaj ruajuni zjarrit, qoftë edhe me një gjysmë hurme. Pra qoftë edhe me dhënien e lëmoshës në diçka të vogël, bëjeni dhe mos e nënçmoni, ruajuni Allahut dhe ruajuni zjarrit duke dhënë. E ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Rob i Allahut, a dëshiron të jesh prej atyre që ditën e ringjalljes u vjen lajmi i gëzuar për xhenetet e kënaqësisë, për botën e përhershme të përjetësisë, apo dëshiron të jesh prej banorëve të zjarrit dhe dënimit të dhëmshëm? Kjo është zgjedhja jote, është vepra jote dhe ajo që ja para përgatit ti vetës që tani. Kështu që zgjidh cilin nga këto dyja rrugët, udhëzimin apo humbjen, dhe bashkoju njërit nga të dyja grupeve. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit do të jenë të fituarit. Ti ai që do të merresh në llogari dhe ti ai që do të merresh në pyetje përpara Zotit të botëve. Allahu i madhruar ka thënë: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Me të vërtetë, atyre që thon Zoti ynë është Allahu. Atyre që thon Zoti ynë është Allahu e pastaj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë, do t'u zbresin malaiket pra para vdekjes dhe do t'u thonë: mos u fiksoni dhe mos u pikloni dhe gëzojuni xhenetit. Pra merrni lajmin e gëzuar për xhenetin që ju është premtuar. Imam Ibn Rajebi Allahu mëshiroft ka thënë:
ai përgëzohet me këtë lajm në momentin e vdekjes, përgëzohet në varrin e tij dhe në ditën kur të ringjallet, se ai është vërtet në xhenet. Gëzimi nga ky lajm nuk I hiqet nga zemra. Aisha radiallahu anha ka transmetuar se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Kur dikush e do takimin me Allahun, Allahu e do takimin me të. Dhe kur dikush nuk e pëlqen takimin me Allahun, Allahu nuk e pëlqen takimin me të. Aisha radiallahu anha thot: "Unë thash, o profeti Allahut, a është urrejtja që kemi për vdekjen? Se të gjithë e urrejmë vdekjen." Ai është përgjigjur: "Lejse kedhalik, nuk është ajo që mendon. Walakin el mu'min idha bushira bi rahmetillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allahi fa ahabba Allahu liqa'ah, wa inna al kafira idha bushira bi adhabillahi wa sakhatihi kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ah." Nuk është ajo, o Aisha. Mirë po, kur besimtari përgëzohet, pra është fjala në këtë hadith për besimtarin kur përgëzohet me mëshirën e Allahut, me kënaqësinë e tij dhe me xhenetin e tij, domethënë në momentin e vdekjes, e do takimin me Allahun. Atëherë edhe Allahu e do takimin me të. Kurse kur jo besimtarit I jepet lajmi për dënimin dhe zemrimin e Allahut, nuk e pëlqen takimin me Allahun dhe edhe Allahu nuk e pëlqen takimin me të. E ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Robër të Allahut, prej gjërave më të mëdha me të cilat përgatitet robi ditën e kthimit është tauhidi. Është besimi në njëshmërinë e Allahut dhe kushtimi I veprave pastër për të. Tauhidi është më I madhi I të gjitha urdhrave dhe adhurimeve, kurse shirku është më I madhi I të gjitha padrejtësive dhe gjunaheve. Tauhidi është sebebi më I madh për hyrjen në xhenet nga të 8 dyert e tij. Ubada radiallahu anhu ka thënë, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la." Kush dëshmon se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut një e paortak, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dhe se Muhamedi është robi dhe I dërguari I tij. Wa anna Isa abdullahi wa rasuli wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dhe se Isa është robi I Allahut dhe I dërguari I tij, është fjala të cilën ja ka hedhur Allahu Maryemit dhe është një shpirt I krijuar nga Allahu. Wa anna al-jannata wan-nara haq. Beson se xheneti dhe zjarri janë të vërtet. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sha'a. Allah do ta fus atë në cilën do nga 8 portat e xhenetit që ai dëshiron. Muttafaqun alayh. Pa tauhidi është sebebi më I madh I shpëtimit ditën e ringjalljes. Dhe dëgjoni me mua një histori që I ka ndodhur, që do t'i ndodhë një personi, dhe si Allahu do ta shpëtojë atë përmes tauhidit. Abdullah ibn Amri radiallahu anhuma ka transmetuar, ka thënë: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah. Do të thirret me zë një njeri prej umetit tim përpara të gjithëve ditën e ringjalljes. Dhe do t'ja hapin 99 sigjille, do të thotë regjistra të mëdhenj të veprave. Çdo sigjil do të jetë aq I madh sa mund të kap shikimi. Pastaj do t'i thuhet: a I mohon këto gjëra? Ai do të thotë: jo, o Zoti im. Atij I thuhet: a ke ndonjë justifikim ose ndonjë vepër të mirë? Dhe ai nga frikë madhrimi do të thotë: jo, o Zoti im. Allahu do t'i thotë: nuk është ashtu, tek ne ti ke vepra të mira dhe ndaj teje nuk do të bëhet asnjë padrejti. Atëherë do t'i nxirret përpara një kartë në të cilën është shkruar: dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, ashhadu an la ilaha illallah, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe I dërguari I tij. Dhe ai thot: o Zoti im, çfarë është kjo kartë në krahasim me këto regjistra të mëdhenj? Dhe Allahu thot: ty nuk do të bëhet padrejti.
atëherë regjistrat e mëdhenj vendosen në njërin krah, ndërsa në krahun tjetër vendoset karta. Regjistrat ngrihen lart, ndërsa karta rëndon pra në peshore. E ka transmetuar Tirmidhiu dhe Ibn Majah dhe Sheikh Al-Albani ka thënë sahih. Tauhidi pra është prej sebepeve më të mëdha të shpëtimit dhe është gjithashtu prej sebepeve më të mëdha të përfundimit të bukur. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu ka transmetuar se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush e ka fjalën e fundit që thot la ilaha illa Allah, ai do të hyjë në xhenet. Ka transmetuar Abu Dawudi dhe Sheikh Al-Albani ka thënë sahih. I them këto fjalë që dëgjuat, kërkoj falje për mua dhe për ju nga Allahu, kërkoni dhe ju falje. Vërtet ai është falës i madh dhe mëshirues. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Më pas, porosis vetëm time dhe ju ti kemi frikë Allahut dhe ti ruhemi me takwa, sepse ai që i ruhet Allahut, Allahu do ta ruaj dhe do ta ndihmoj dhe do t'i mjaftoj për mbrojtës. Më pas, prej formave të përgatitjes për këtë ditën e kthimit, ditën e gjykimit, janë përpjekja për të bërë vepra të mira. Gjithashtu veprimi sipas udhëzimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe sunetit të tij. Pendimi i sinqert përpara Allahut për të gjitha gjunahet. Sjellja e mirë ndaj njerëzve dhe ndalimi i çdo lloji dëmtimi ndaj tyre. Kthimi të drejtave të shkelura të njerëzve dhe kërkimi i faljes dhe i halallëkut prej tyre. Përpjekja për të bërë llogari vetvetes dhe për kritik ndaj vetvetes. Dhe përmendja e shpesht e vdekjes. Dhe përmendja e shpesht e vdekjes, e llogarisë, e shpërblimit, e dënimit, e xhenetit dhe e xhehenemit. Ibn Umeri radhiyallahu anhu ka thënë: isha me të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam kur erdhi një burr nga ensarët. E përshëndeti profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o i dërguari Allahut, cili prej besimtarëve është më i miri? Cili prej besimtarëve është më i miri? Dhe ai tha: ahsanuhum khuluqa, është ai që ka moralin më të mirë. Dhe ai burri pyeti: po cili prej besimtarëve është më i mençuri? Pra cili është për besimtarën më i zgjuari? Dhe ai tha: aktharuhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al akyas. Ai që vdekjen e kujton më shumë. Kush është më i zgjuari? Ka thënë ai që vdekjen e kujton më shumë dhe për ato që vjen pas saj përgatitet më mirë. Këta janë më të zgjuarit. E ka transmetuar Tirmidhiu dhe Sheikh Al-Albani ka thënë hasan. Gjithashtu mos e nënverso asnjë vepër të mirë, sa do e vogël të jetë ajo, sepse mund të jetë shkak për shpëtimin tënd. Ebu Dherri radhiyallahu anhu ka transmetuar, ka thënë: më ka thënë mua i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin talq. Mos e nënçmo asnjë vepër të mirë, qoftë edhe ta takosh vëllain tënd me fytyrë të buzëqeshur. E ka transmetuar Muslimi. Elusim Allahun të na jep dobi për këtyre fjalëve. Elusim atë të na jep të mirën në dunja dhe të mirën në ahiret dhe të na ruaj nga dënimi i zjarrit. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.